Përshëndetje miq. Sot do flasim për një nga historitë më të komentuara të politikës shqiptare, aksidentin tragjik ku humbi jetën Sokol Oldashi dhe misterin se kush ndodhej në makinë me të atë natë. Më 20 nëntor 2013, në aksin Tiranë-Elbasan, pranë Krabës, makina e tij doli nga rruga në një kthes të rrezikshme dhe përfundoi në Humner, në një mbrëmje me shi dhe rrugë të rrëshqitshme. Ekspertët më vonë thanë se shpejtësia, mungesa e barierave anësore dhe kushtet e këqija atmosferike ishin faktorët kryesor që çuan në këtë aksident fatal. Sipas raportit mjekoligjor, goditja e fortë në kokë rezultoi fatale për deputetin. Në rrjet qarkullon edhe një detaj shumë prekës. Telefonata e fundit, ku ai thuhet se i ka thënë shoferit të tij disa fjalë të fundit, një frazë e shkurtër që e tregon se ai ishte në gjendje shumë të rëndë. Por para se të shkojmë te misteri, le të kujtojmë kush ishte Sokol Oldashi. Ai nuk ishte thjesht një deputet i zakonshëm, ishte një nga figurat më të spikatura të Partisë Demokratike pas viteve 2000. Jurist me profesion, ish gazetar, 2 herë ministër, fillimisht i rendit publik dhe më pas i punëve publike, transportit dhe telekomunikacionit, ai u bë një nga zërat më të fortë brenda PD-s, sidomos pas humbjes së zgjedhjeve të 2013-s, kur kandidoi për kreur e partisë. Shumë demokrat e shihnin si një politikan të aftë, të drejtë dhe të pa kompromis, dhe pikërisht në një moment kritik të karrierës së tij, erdhi nata fatale e Krabës, që jo vetëm mori jetën e tij, por la pas edhe shumë pikpyetje. Mbrëmja e 20 nëntorit përshkruhet si një natë e rëndë, me shi të dendur, rrugë të lagura dhe kthesa të mprehta. Oldashi po kthehej nga Elbasani drejt Tiranës, kur, në një segment të rrezikshëm rrugor, makina doli nga rruga dhe përfundoi në një gremin të thellë. Dëshmitarët thonë se makina u gjete përmbysur, me dritat ndezur dhe motorin akoma në punë. Ekspertët deklaruan se kombinimi i shpejtësisë, lagështisë dhe mungesës së barierave e bëri atë vend një kurth të vërtet për çdo mjet që kalonte aty. Zyrtarisht, prokuroria e mbylli dosjen si një aksident rrugor pa element kriminal, por kjo nuk i ka bindur të gjithë, pasi shumë njerëz vazhdojnë të pyesin nëse ka pasur diçka më shumë. Dhe tani, pyetja që ka ndezur rrjetet për vite me radhë, kush ishte në makinë me Sokol Oldashin atë natë? Versioni zyrtar është se ai ishte vetëm. Një banor i zonës pretendon se ka parë vetëm një person brenda makinës së përmbysur. Megjithatë, menjëherë pas aksidentit, nisën aludimet se në makinë mund të ketë qenë edhe një person i dytë, një grua, e cila thuhet se mund të ketë mbijetuar dhe më pas është dërguar në një spital privat në Tiranë. Magje u tha se prokuroria ka hetuar për një pasagjer të dytë, por asnjë emër dhe asnjë dokument zyrtar nuk është publikuar kurrë. Më vonë, disa portale kanë spekuluar se pasagjerja mund të ketë qenë një figurë e njohur në qarqet politike, por këto mbeten vetëm thashetheme, pa asnjë provë të besueshme. Misteri vazhdon dhe pyetja a ishte i vetëm ka mbetur pa përgjigje të prerë.